Nuk ka shtëpi pa një thi, dikun i bar, dikun i zi, s'ka ma hall pa një budall, dikun ma shpesh, dikun ma rrall, s'ka katon pa një horon, dikun ma pak, dikun ma shumë. Edhe nuk ofis pa një pis, jam e t'lene, jam e t'blene. E jash zakonshme. Njëra për elementeve pse kemi folë me rrotlla dhe është sepse kemi qenë të pushtuar, edhe në shumicën e rasteve mos me e marrë vesh pushtuesi ose mu justifiku. Pse na duhet shkolla fort? Se ka thonë ai plakit, këtë fëmin mësohet me ngu se me folë mësohet vetë. A ka edhe me përmbajtje erotike anekdota? Tu shku një djalë i ri me babën pazar, peshen janin të mjell grunë. Të nëherë i kanë mjell grunën me dorë. E kanë qitë pare me dorë. Por haj nuk e që t'ke dorë në kështu, fare në kështu. Po që? E që t'ke mrapa. Djali pe ban, seri pe thotë mërë babë hen, tha qa ka ban kjo tha? Fare mërë babë, tha tu e mjell, tha tu e qitë narë. Po bre tha por në tha e kumë po, tha kej tu e qitë kështu marë, tha kjo prap. Tha qëre babës tha. Kur i nërejsh senet mire marë, e i bë me njërës tha, prap e qëtë tha, marë del. Osa i që ka shku të vllavi në Zvicër, edhe del e merë vllavi të shtetë paradite, me shëtit sene. Edhin, edhe peshe ku hikin e për dyqanin e për kafe sene, tonë të full shqip aty, tha more vlla, tha, këtu thanë këta qytetin tonë, a këtë shqiptari jana, tha s'ka Zvicëran isha, jo tha bo që tha Zvicëran ko, tha po ata e në të punu. Tema edhe libra jepet dashmë të shit. Pem që s'jep, vitin tjetër nuk bën as një heq. Mësusi i mirë është si qiri. Djegët e shkrihet për veti me ju ba dritë të tjerve. Bisedat janë gjaho, shkrimi është kurtha. Bisedat janë gjaho, Shkrimi është kur që bjenë në ta. Që bjenë ta. Me të shkrune. Do të shkrujmë sa ma shumë, Me të shkrune. Sepse veç ka shkrujmë, ka shkruhet ruhet. Nëse nuk shkrujmë, edhe në gjarët e vërteta shëndrohen pralla.